E shikoni këtë gotën. Ta shikoni këtë gotën, kjo gota është mush më shumë se ç'duhet. Kështu që kështu janë dhe disa njerëz. Ato janë mbush me aq shumë mendime të ndryshme dhe me mënyra të ndryshme që i kanë gjuar nga tjerët, saqë kur e dëgjoni të vërtetë nga dikush tjetër nuk ka ku me futet të vërtetën. Kështu që prandaj ju duhen disa gjëra, se unë shumë gjëra u them thjesht për t'ju shkund pak. Sepse në moment që ju do vazhdoni të shkundeni, do bien shumica e gjërave që i keni të kota, dhe do vazhdoni të eksploroni nga mënyra të ndryshme. Edhe kështu ju do i hapni pak vend vetes për të futur disa gjëra të reja dhe për të provuar disa gjëra të reja. Kështu që mos i mbani gjitha ato të këqija, se shikoj edhe për ta shkundësh, duhet me shkund shumë fort që të vazhdojnë të bien, sepse me pak fjalë, me pak gjëra që unë ju kam thënë, disa i kam shkund i kam shkund jashtë base dhe e kanë marrë mesazhin, ndërsa disa tjerë shkundi gjithë ditën nuk bien sepse janë rrënjos ato mënyrat që i kanë mësuar nga më vonë, nga më të vjetrit, edhe nuk duan me i pranu disa gjëra që janë. Por vetëm kur të shkundeni aq shumë, atëherë kur ta kuptoni se vetëm me këto informacione që keni marrë për kaq shumë vite nuk do arrini diku. Thjesht jeni mbyll, jeni mbush, edhe rrini aty edhe mendoni se çdo gjë është kështu. Por ju duhet të shkundeni. Kështu që shpresoj që ta keni kuptuar se ç'a doja të thoja.